Bravo. Ka zëna e cili ka qenë roli i Hashim Thoqit në luftë. Është shumë gjëna me bolazën dikuj me spjegu sa të masit e vjetit që lëkon roli Hashim Thoqit. Pa në ide? Roli Hashim Thoqit është drejtorisë politike të UÇK-s. Do thotë ashtë kupolla. Ja po, nëse dim atër nuk fulet qële. Unë kam problem se nuk vedin shumë ushtarak. Po në izide, unë e di po. A i ka qenë kupolla. A ju pëlqen njerëzve sot Hashim Thoqi në jetën civile? A su pëlqen? A ju duket i hishëm? A ju duket të canë? A ju duket trim? O qeshti kik terciare që mos tomë që s'ka rëndësi heq. Sepse ne nëse ke pas një UÇK. Dhe në kryet e asaj UÇK ke pas një kryer politik që ka pas në Hashim Thoqi. Dhe ti pas ta e thu që tjetri nuk u kurgjohën po jo mund, atër nësaj së konë kurgjohën, kush jemi natash, që jem konë gjithë në varës komplet të tyne. Dhe prandaj për mu, jo figura e Hashimit, për figura drejtojt të drejtorisë politike, do të ruhet, të respektohet, sepse ajo ka qenë bërthoma, ajo ka qenë prezentimi janë i UÇK-s, me ato rëthana, me ato mundësi, me ato aftësi që ke pasë që të cilina. As ne në ashtë akur njështë se kem kry detyren në mënyrën më të mirën, më perfekte që kishim pas nështë kritika vetë, se cilë për vetën e vetë. Një po të ti lishëm, ne në aboni punë, dhe po du me dollë të një proverb që të pjeki pak mision në kështu, në këshën thirë në izolim. Dhe doktor Recep Ismailaj, ku thirë në pytje në Beograd, kanë qenë disa fletat bardhe që ka për në shkruj shumë Karakushi. Dhe më ato fleta një nafqun në izolimi, në renda, ja këna bon djetë izolimi, ka shkrua dhe këtë Berishër. Dhe ku thirë në pytje profesor Recep, në është gjallë, mundë në shkru, isha në dhome to, po vjen dhe shkaki, tha, shka i kanë thonë atë, shka e, thot nuk e keni bo përkthimin mirë pej Shqipës serbisht. Thot jo apo, mirë shumë, thot. Ti me martash, me shkuatje, me na bo përkthimin, që ku t'ja qojmë tjetër herë mësë me pas gabime. Pra, po të regoj diçka, ne na ka bo punë bëllë, na ty të kem pru këtu, që ka pas qëllimin, kjo kërëj. Kështu që në bëzë më thonë, ne me aftësi, pa aftësi që dikuj tash për doki me të meqëm, pa meqëm, ne kem rri me bo një punë. Kem rri me binë faktorin dërkomtar, do të ajo kupoll, zbashku me krejt ne, me mbinë faktorin dërkomtar që ne jemi shlirimtare e para. Që bojmë luft shlirimtare 2, dhe që luftojmë me të vërtet për liри 3. Pra ndaj NATO vendos me në animuni. NATO nuk ishë kriju për andi vjetë edhe me bindna, por NATO festoj ke 50 vjetorin ku ka sulmune me 24 mars. Do thot kishte 50 vjetë që ishtë formu. Do thot 50 vjetë nësë ke mujtë me bindë NATO, po të njëjtë NATO, që ne ka bojmë luft për liri dhe atërë. Pra ndaj, kjo është kulmi i UÇK-s, kjo kulmi i gjithë personeshve që kanë qenë UÇK, kjo është kulmi i gjakut të vrarëve, martirëve, dëshmorëve, po kjo është edhe kulmi i gjakut të derdhëve të vrarëve në përburqet serboslave prej mas luft 2 botërore dhe dhe ditën e shlerimit, ku NATO në arë, dhe ne me që se NATO nuk mund të me hinë me komësëri, sepse ishte atër një ndërhyrje tjetër, komësërinë e NATO-s e ka pranu UÇK-n dhe UÇK ka kryj komësërinë e NATO-s në kombinim me ta. Kështu, kjo është epilogu i luftës dhe i kësaj lirie, që për më duket nuk jem të jadit të rëndësit shumë, sepse liria nuk është kryj komplet, liria do në punë, liria do në me majtë edhe lopt, liria do në me shku vëllatje në Berlin, po mësë me rajtë, me pru rezultate, ose më thonë që nga në ngujnë. Liria do në edhe opozit, do në edhe pozit, por liria do në edhe opozita për çështje kruciale, për çështje të mëdha të kombit, për çështje që primare që kalojnë jetënat, që kërë kaloj lufta për liri, do të me marrë vendimet përbashkëta. E jo me bo lojna për pushtet via dhej. Për pushtet kanë tako bëllë, mu marrë me bo lojna, po të mirat cilat janë debit popullit. Nuk në vynë një parlament që gjuhet me boj, nuk në vynë një parlament që gjuhet me tim, nuk në vynë një parlament që gjuhet me filikash, nuk në vynë një parlament që ofendoj shoqin, po nuk në vynë as deputet të cilët janë vazal të liderve të vetë. Që gjdo gjanë shkelin edhe mbi